e ka njohur atë kontributin e tij si të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e Europës nga prendoria osmane. E vërteta është se pa luftat e tij, osmanët do kishin hyrë me kohë në zemër të Europës. Ndaj edhe e ka quajtur atleti i Krishtit, Papa e ka quajtur, shpata e Krishtrimit, mbrojtësi kryesori i qytetërimit perëndimor dhe Krishtrimit. Miq, ne nderojmë sot këtë figurë të papërsëritshme të historisë tonë kombëtare, në një moment kur vendi është në një udhkryq të rrezikshëm. Pas largimit të Skënderbeut nga froni i tij në këtë kështjell dhe shuarjes së qendresës së krujës Shkodrës të shqiptarëve, mira, vjetra mira shqiptar emigruar në Itali dhe në vende tjera për të mbetur përjetësisht shqiptar. Pra, një pushtim i egër i detyroi ata të largohen. Por miqtë e mi, një pushtim tjetër ndër më të egrit që ka njohur historia, detyroi si kur do njëherë më parë 47% shqiptarëve të largohen në 10 vite nga Shqipëria. Dhe ky nuk është një sultan Osman. Jo. Ky është një Argati Beogradit. Për shqiptarët më i zi shumë herë se Gjorgjeviçi, më i zi se Vučići, më i zi se Čubrilovići. Sepse me qëndrimet e tij ndaj shqiptarëve, ky ka të i kaluar Vučići. Ky bëri gjithçka të bëjë të zezën Kosovës. Vetëm që ta coptoj atë. Imagjinoni ju sot një kryeministër shqiptar që i vën sanksione qeverisë Kosovës, shtetit të Kosovës, të ngritur mbi gjakun e dhjetra mira shqiptarëve për liri dhe dignitet frymëzuar nga Skënderbeu. Imagjinoni ju një shqiptar, pa gjak shqiptari, që hedh në gjyq kryeministrin e Kosovës. Imagjinoni ju një shqiptar, Argati Vučićit, që që veriu i Kosovës thotë është tokë e askujt. Imagjinoni ju një shqiptar pa gjak shqiptari që shuan Kosovën e ngritur mbi gjakun e dhjetra mira shqiptarëve nga harta dhe vend përpara me padronin e tij Vučić, një hartë ku Kosova dele bashkuar me Serbinë. Imagjinoni ju një shqiptar i cili krijon pasi është shpërbër me gjak dhe përpjekje të mëdha për liri ish Jugoslavia sklavruese, krijon në Novi Sad
Jugosllavinë e re, Serbi, Shqipëri, Maqedoni. Imagjinoni ju një shqiptar që dhe në ditët më të vështira të Aleksandr Vučićit, kur del para gjithë botës si përfaqësues i Rusisë së vogël, kur e shtron Serbin në një prapavi të agresionit rus ndaj Ukrainës, kalon i detyruar si sklav, si peng i tij, nga samitin samit, duke kërkuar të mos i kërkohet zbatoj Vučići sankcionet e Europës ndaj Rusisë. Çfarë gjaku ka ky? A nuk është ky një gjak më i keq se çdo svalliu që ka sulmuar këtë tokë? A nuk është ky një ballaban? Një abza? Çfarë mund t'i thuhet këtij? Ndaj dhe ndërimi i Skënderbeut për çdo shqiptar të vërtet është detyrim. Ka dhe detyrim edhe përgjegjësi. Miq, po ta përmbledhim me dy fjalë amanetin e prisit ton të pavdekshëm, ai është ky për shqiptarin: kur mos u dorëzo. Ky është